Përshëndetje, sot e bëjmë krasitjen e ardhisë trushit. Këtu I kem disa lloje të ardhisë trushit, të cilat janë troezës, jo për verë ose raki, po janë për troezë. Janë lloje ndryshme, me fara, pa fara. Këtu thuj se vetë si I kum krasit, e tash ju tregojmë krasitjen se si e kam ba. Këtu shkojmë normal me qepa shkohet gjithmonë me qepa të shkurt, në 2 sytha, edhe 2 lastar ose 1 lastar, varet në sa tela I keni, edhe 1 lastar prodhues edhe 1 qep për vitin e ardhshëm. Si për shembull këtu e kemi 1 qep, këtu e kemi prej, edhe kemi 1 lastar I cili prodhon këtë vit. Prodhimi I rrushit është kalaveshat janë në qëtë pjesën qëtu, edhe kështu vazhdan. Këtu I kemi disa hardhi, normal shkon e len vetëm 1 tel, po për arsye që unë I kom këtu 2 tela, edhe du me pas prodhim në 2 telat, atëre I bojmë 2 lastar prodhues, edhe mas mirë ti është me bu 2 lastar prodhues, nëse I ka njëri 4 tela si unë, edhe 2 lastar edhe 2 qepa për vitin e ardhshëm, jo për këtë vit, po për vitin e ardhshëm, siç është këtu. 1 qep, edhe aty është 1 qep, këtu është 1 lastar prodhimi për çet vit që jem, edhe këtu 1 lastar prodhimi, 1 krah prodhues, atje kemi 1 qep për vitin e ardhshëm. Në atë anën tjetër e kemi 2 prodhues, po prej vitit të ardhshëm mujmë I bë edhe 2 qepa tani. Edhe vazhdojmë këtu është normal siç duhet me kanë. Këtë pjesën këtu e kemi 1 qep, 1 prodhues, 1 qep, 1 prodhues. Këtu është pak me komplikuar se për shkak më ka desht me pru 1 lastar këtë pjesën tjetër që me pas edhe në këtë telin tjetër, domethënë prodhim. Po ndryshe sistemi është I njëjtë. Këtu shifet pak më mirë. Këtu është 1 qep prodhues, 1 qep për vitin e ardhshëm, edhe 1 krahor prodhues, 1 krah prodhues. Edhe në këtë pjesën tjetër ashtu. Atje janë 2 krahor prodhues, 2 lastar prodhues. Në vitin e ardhshëm ndahet me qep edhe lastar prodhues. Tash shkojmë e kem këtë ardhin tjetër që duhet me krasit tash. Këtë pjesën këtu, për shembull, nuk po dia po shifet. Këto duhet me largue se tash është thakja deri në hardhi, deri në trup. Atëra në rregull, e këtu ta shkojmë kështu. E kem, ky është pak, që ky nuk është pak lastar gjithmonë që prodhojnë, që janë për prodhim, nuk duhet me qenë shumë zhvilluar, se mund me ndodhë që nuk ka prodhim në atë vit. Po edhe shumë lig nuk bën me kanë, se nuk ka, edhe atër nuk ka prodhim. E tash e bëjmë kështu. E kem, shkojmë këtë pjesën këtu, e kem këtu një lastar këtu, një qep këtu, edhe këtu një, atëherë e shkurtojmë këtë pjesën këtu, komplet, domethënë komplet, nuk e prejmë deri në trupin këtu, duhet më tha ngadale, e tek vitin tjetër atëherë e prejmë këtu. Tani shkojmë knej, I masëm sa thysa pjallom, varet është gjithmonë sa është hardhia dhe sa mundet me I furnizu hardhia. Sa lastar mundet në këtë vit me I furnizu hardhia. Bas moshës, kjo është në 3 vit tash. Bas moshës, edhe se a di une, I lom dikon rreth në 2 ondë, dhe më thonë I lom dikon rreth 12 dhe 16 lastar. Dhe në 16 lastar mundet kjo me I furnizuar me ushqim. E tash këtë pjesën tjetër vim shkojmë prapë kështu. Këto e tërhiqëm komplet, domethënë.
Kjo largohet komplet. Edhe lom këtu e kem. Ky domthonë është prodhuesi e ky gjithmonë ai që është më mbrapa duhet të jetë qepi. Kem 1, 2, do të më lëm pak më gjatë se për arsye që ai sysi tjetër është shumë nërsi edhe këtu dhe është keq, nuk është mirë ato. Tash të shkojmë këtë mënyrë. Tash këtu e kem qepin domthonë në 2 edhe këtu e këpusim. Llastari prodhues o ky, të tjera të komplet hiqen. Domthonë, ardhia kur të krahasitet, duhet të krahasitet patjetër çdo vit, duhet më krahasiten rreth 90% çka është rrit në këtë vit, krahasiten edhe në tjetrin vit, domethënë. Në atë pjesën tjetër shkojmë domethënë në njëjtën mënyrë, kemi vetëm 2 llastar prodhues, edhe atje shkojmë edhe në çat pas. Këtu kem disa tjera që janë. Kjo është në vitin e 2. Kjo ardhi është në vitin e 2. Vazhdojmë këtu, edhe ky është në vitin e 2 më duket. Kurse këtu edhe ky është në prodhim. E këtu është më mirë se këtu him qep llastar prodhues. Po nuk lom edhe shumë sysa se duhet edhe me mujt me furnizue ardhia. Këtë pjesën tjetër edhe këtu shkojmë ashtu. Njësoj edhe kështu. Në këtu vetëse ka përfundu krahasitja, tash vim te kjo krahasitja ku kem tash. Edhe këtë pjesë dhe më në gjem sa llastar pilon këtu. Marëm dikon 5 sysa prodhues këtë anën e majt, 5 në anën e djathtë, edhe mjafton për këtë vit mjafton. Për me pas një prodhim cilësor duhet me bo ashtu se për ndryshe me lon shumë ai nuk prodhon, po kvaliteti i rrushit nuk është mirë. Ka dhe mënyra tjetër të krahasitjes që është krahasitja me kordon e kordonit. Krahasitja e kordonit shkon shumë lehtë, është shumë ma lehtë me krahasit se kjo që po bëjnë tash, po ajo të prodhimi, sidomos të rrushi i truezës, janë kalaveshat janë shumë të vogël, edhe prodhimi është ma i pakt. Kvalitativ mundet me konë prodhimi ma i mirë, po ki ma pak prodhim. Edhe kështu tash, mbasi që të më përfundoj të krahasitji, të ju tregoj edhe njëherë se si duket tani më vonë. Se duhet edhe mu lidh llastart, kështu që njëherë për herë ju përshëndes. E tash e bënëm thuajse krahasitjen, e bënëm edhe lidhjen e llastarëve. Njëherë këtu, qepin këtu për vitin e ardhshëm. Gjithashtu edhe këtu një qep llastar prodhues për këtë vit. Edhe në atë anën tjetër domethënë një qep të vogël edhe një llastar prodhues. Kështu që tani pastaj duket kështu, masi që është krahasitje. Këtu duhet me i bë dëshortime, se kjo lloj i rrushit nuk është pas i mirë, për atë arsye i bëj dëshortime, po jo tash atje kom bo, po duhet pak ma vonë, jo tash. Edhe këtë pjesën tjetër, edhe këtë u shërtua. Këtë mënyrë bëhen shërtimi. Në kemi në një llastar këtë pjesën tjetër, për tjetërin vit, këtu ndohet tani në tjetërin vit një qep, një llastar prodhues. Si vjetë kemi vetëm një qep, vetëm një llastar prodhues. Nuk kemi qep, kurse këtë pjesën tjetër, këtu e kem një qep për vitin e ardhshëm, edhe këtu e kem llastarin prodhues. Këtë pjesën tjetër edhe këtu ashtu, një qep, një llastar prodhues. Siç duket. Edhe kështu bëhet krahasitja e rrushit, e hardhisë të rrushit. Këtë pjesë, edhe këtë pjesë e kemi bërë kështu. Edhe shkon deri
atë pjesën e fundit atje. Kështu që kjo mbaroi.